Shqipëria hyri këtë të hënë në një prej fazave më vendimtare të rrugtimit evropian, duke hapur negociatat për grup kapitullin e fundit, bujqësia dhe kohezioni. Për kryeministrin Edi Rama, kjo është një moment historik, pasi Shqipëria në arkun kohor të 13 muajve çeli bisedimet për 35 kapituj që përcaktojnë rrugën e antarësimit të vendit tonë në BE. Today Albania comes out. Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie. Ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtë një kom të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian, më shumë se sa 90% e qytetarëve tanë. Në krah të kryeministrit Rama në konferencën Bruksel ishte ministri e jashtme e Danimarkës, vendi i cili ka presidencën e radhës së BE-s e komisionerja për zgjerimin, të cilat vlerësuan përpjekjet e Shqipërisë në rrugën e integrimit. If Albania continues on this path, në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhme shumë të afërt. Shqipëria e përket familjes europiane. Opening all clusters is a great success. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni dhe zbatoni legjislacionin evropian. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Në përfundim të konferencës nuk mungoi as festa e cila simbolizoi hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave. Një tortë me numrin 6 u dhurua nga komisionerja e zgjerimit Marta Kos si simbol i festës. Ndërsa kryeministri Edi Rama u dhuroi verë shqiptare zyrtarëve të Brukselit. Konferenca ndërqeveritare shënoi hapjen e të gjithë grup kapitujve që janë të nevojshëm në procesin e antarësimit në BE. Tani Shqipëria duhet mbyll secilin prej 35 kapitujve, duke miratuar ligjet si ato të BE-s e duke i zbatuar këto ligje njësoj si në Bashkimin Evropian. Kur të mbyllen bisedimet për secilin prej kapitujve, fjalën e kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat do të votojnë për antarësimin e Shqipërisë në BE.